arti është gjuha universale e shpirtit njerëzor, një pasqyrë e thellë e ndjenjave, mendimeve dhe shpirtit krijues të një shoqërie. Në zemër të kësaj gjuhe qëndron Fakulteti i Artit, Dramës dhe Muzikës në Universitetin e Tetovës, një vend ku talenti, pasioni dhe profesionalizmi bashkohen për të formuar artistët dhe krijuesit e së ardhmës. Dekani i Fakultetit të Artit, Dramës dhe Muzikës në Universitetin e Tetovës, profesor Senad Abduli, tha se ky fakultet është një hapësirë e gjallë kulturore dhe akademike, ku studentët kanë mundësinë të zhvillohen në mënyrë të gjithanshme përmes përvojave praktike, udhëzimit nga profesor me përvojë dhe bashkëpunimeve artistike vendore ndërkombëtare. Drejtimet cilat i kemi padyshim janë drejtime të cilat sot kërkohen, sidomos sa i përket dizajnit grafik, pikturës, skulpturës dhe drejtimit pedagogjik. Natyrisht, këto janë kërkesa që ka nevojë shoqëria, por edhe Fakulteti i Arteve përpos që prodhon vlera artistike, por natyrisht ka edhe përgjegjësi kombëtare. Në të gjithë rajonin, Fakulteti i Arteve ka një rënje, kuptimin e interesit, por tek ne kjo rënje nuk do të thosë nuk është evidente, por kjo më tepër është një rezultat i migracionit që është një smundje e Ballkanit, por me shumë krenari, me shumë përgjegjësi, them se studentët tanë dalin shumë të përgatitur profesionalisht, me që kanë nga kushtmarrjen. Në programin studimor të artit muzikor kemi drejtimet pedagogjike dhe ato vokale dhe instrumentale. Në programin studimor art dramatik dhe audiovizual kemi drejtimet jashtëzakonisht të mira. Kemi aktrimin, regjinë e teatrit, regjinë e filmit, kamera dhe montazh e filmit dhe televizionit. Stafi akademikët atje nuk mungon, me që ne edhe marrim nga jashtë bashkëpunëtor të jashtëm, por është një mbulje dhe kënaqësi, themi, se para disa viteve një student i jon u nominua për Oscar në drejtimin e kamerës, kurse një ish student i jon i cili ka mbaruar akademinë të ne, Kosova e nominoi për Oscar po ashtu në vitin 2014. Të flasësh për Fakultetin e Arteve dhe për këtë përvojë, po them, për këtë përvojë 30 vjeçare dhe për këto rezultate të arritura, nuk është pak. Nuk kërkohet me notën mesatare tek ne, por kemi kontrollin e talentit. Mbi bazë të kontrollit të talentit, ne bëjmë përcaktimin e studentëve se a plotësojnë kushtet për të qenë pjesë e këtij fakulteti apo jo, mirë po këta janë kritere universale të përgjithshme që gjithkohë në botë janë. Dallojnë. Piktori atë talent që ka nuk do të ta ketë muzicient, për atë që mund ta bëjë muzicient nuk do të që mund ta ketë edhe aktori, apo regjisori i filmit dhe regjisori i teatrit. Kontrolli i talentit padyshim është një nga kriteret kryesore, por ne gjithmonë kemi atë mundësinë që studentëve t'u japim kushte, parakushte për të ardhur, për të parë, për të konsultuar, dhe natyrisht edhe për të përgatitur, për të ndihmuar dhe për të udhëzuar. Në këtë drejtim, unë them që studentët tek ne kanë shumë lehtë do të vinë në kontakt, me që jemi universitet i hapur dhe stafi akademik dhe administrativ gjithmonë janë shërbim të studentëve. Qoftë ata që duan të vinë studiojnë, por qoftë ata që ndjekin studimet. Mund ta thoni se për cilin drejtim më së shumti është interesimi i studentëve? Unë përdora pak më parë emrimin e disa drejtimeve dhe moduleve, por kam mbi 20 drejtime në Fakultetin e Arteve.
që do të thotë se secili fakultet apo secili program studimore ka specifikat e tij. Për shembull, në drejtimin e fakultetit të arteve figurative, për momentin vendin e parë zën dizajn grafik. Do thotë të rritë pak më tepër janë të interesuar atje, por nuk mungon edhe pikturë, edhe skulpturë, apo edhe grafika. Me që janë edhe ata drejtime shumë, po them, shumë të rëndësishme, me që pasjen e këtyre vërtet nuk bën. Në drejtimin e muzikës, drejtimet instrumentale janë drejtimet cilat pashtu kërkohen. Muzicien do të kemi, kurse tek artet dramatike dhe audiovizuale, tashmë është koha e digitalizimit dhe është koha kur duhet të gjejmë format e ndryshme të përgatitjes së studentit. Kamera, për shembull, montazhi i filmit, regjia e filmit, nuk janë tabu për shqiptarët dhe për ne përgjithësi, me që dikur do të për disa viteve, 10-15 për 20 viteve, kemi menduar se do të nuk ka më risor shqiptar, apo nuk ka risor teatr, apo kameraman, apo montazhier filmit, kështu që janë drejtime shumë me rëndësi dhe uroj të shpresoj që studentët të rinj të reken këtyre drejtimeve dhe të vinë të studiojnë. Universiteti i Trovës ka bashkëpunim me shumë universitete botërore, duke nisur nga ato evropiane dhe natyrisht edhe ato amerikane. Kemi bashkëpunim edhe me universitetet në Turqi. Tani shihet një mundësi për të bërë marrëveshje me disa universitete në Greqi. Punë që është bërë në rrafshin e marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Trovës kur nuk ka munguar kjo. Sa për një informat, nesër Josef Giogardi do dekorohet me titullin Honoris Causa bashkë me zonën e tij. Që do thotë se ne dim dhe respektojmë ata cilët dhanë së dhe pak për këtë universitet i cili natyrisht për nga themelimi është më uniku në botë. Universitetet e Trovës para 15 viteve, duke u dashur të falenderoj ata të cilët ndihmuan në themelimin dhe që dhanë kontributin e parë, natyrisht ka qenë Universiteti i Tiranës dhe i Prishtinës. Me këtë fakt, ne vetë vendosëm para 15 viteve që çdo fund vit të organizojmë ekspozita, po prezantim të punëve tona në 3 universitete shqiptare, apo shqipforse, Universiteti i Tiranës, të Trovës dhe Prishtinës. Dhe atë projekt ne e institucionalizuam dhe i vëm emrin Ora me 3 harqe. Ora me 3 harqe është një nga manifestimet kryesore apo projektet kryesore që i ka Universiteti i Trovës. Dhe si vjetë patëm fatin që ne jemi në Koqirë. Pra, forme e organizimit të këtij manifestimi është në rotacion. Vitin e ardhshëm jemi në Prishtinë, pastaj në Tiranë. Padyshim, arti është fisnikërim i shpirtit. Sot, bota më shumë se kur ka krizë shpirtërore dhe të vlerave universale njerëzore. Andaj, e jani në Fakultetin e Arteve, të fisikëroni shpirtin tuaj dhe të reflektoni mirësi. Arti është forma vizuale e mendimit krijues. Ky departament zhvillon artistë vizual që eksperimentojnë me mediume të ndryshme, nga piktura klasike te arti bashkohor, nga dizajni grafik te instalacioni modern. Ky drejtim është shumë i mirë dhe ky drejtim edhe kërkon njerëz që kanë edhe talent. Po do të thotë se talenti nuk është gjithçka, po këtu ka të bëjë edhe puna. Mund të kesh shembull talent dhe të rrish në vend dhe të jesh aty ku je, por nëse je talent shembull dhe turqin, edhe punon mund të arrish, po është më e mirë se ai që ka talent. Këtu një drejtimi është
si për shembull të zgjat mund drejtimin tim grafik, është drejtim shumë i mirë, edhe këtu është drejtim profitabil, se këtu mund të shtypish një punim deri në 10 kopje, varet prej numrit sa e cakton autori, që kështu edhe çmim mund të shesësh. Edhe ke prap u liberu studentët vinë ato dhe vetë ta zgjedhin kush ku e sheh vetëm. Pa marrë parasysh se ne kemi shembull këtu drejtimin e grafikës, pikturës, skulpturës, arsimore dhe dizajn grafik. Ai ku ta sheh vetën, ai nuk është i zgënjim. Por unë si pedagog, përveç aspektit profesional, që janë programe, syllabuset e kështu me radhë, koncentrimin e kam edhe në atë pjesën motivuese, se të gjithë mund të mësojnë të pikturojnë. Për të jenë artist është një proces shumë më i gjatë dhe kërkon më shumë mundje dhe ne i themi sakrifis, por edhe ta ndezësh dritën e krijuesit në shpirtin e tyre. Ta kuptojnë, shpesh u them studentëve, se ju jeni prekur nga Zoti, u ka dhënë një udhëtim që është e veçantë. Shpesh kam thënë, shumë lehtë mund të bëhesh në profesion tjetër, vetëm duhet të tregosh dëshirë, ndërsa për art duhet të Zoti të t'japë, nuk është e mjaftueshme dëshirë. Meqense kjo kohë është një kohë brutale, ku interesi është më i madh, ku aspekti material, koncentrimin e prindërve për fëmijët e tyre është që ta sigurojnë aspektin ekonomik, ndërsa arti nuk garanton asgjë në atë, arti kërkon vetëm shpirt, në art nuk ka interese ekonomike, sociale, kështu me radhë. Ka ra edhe numri, por ne si shqiptarë jemi shumë të talentuar në aspektet vizuale. Domethënë veshemi mirë, kemi qejf të tregojmë në aspektin vizual në nivelin më të rëndësishëm. Çdo fëmijë është i talentuar në art figurativ, posa që është shqiptar, se unë kam dhënë mësim edhe në përshkollë fillore, edhe në akademi pedagogjike, kam vizituar edhe shumë mjedise kulturore, jo vetëm në rajon, por edhe në Evropë. Shqiptarët kanë një specifik të veçantë, janë shumë të talentuar në art figurativ. Edhe është mirë që të vinë, të konkurrojnë, edhe se një talent, po që se nuk zhvillohet, nuk humbon vetëm talenti, por humbon edhe shoqëria. Shpresoj se këtë vit të kemi interes më të madh, edhe apeloj se bota e artit është bota më e mrekullueshme që mund ta ketë qenie njerëzore. Tu arti figurativ, më thënë, është punë, dialog, nuk është monolog, më thjesht studenti duhet patjetër me plan program, nëse ka profesori duhet patjetër të apunojë edhe këtë teknikë, edhe pse është e vështirë për realizim mirë, po këtë vit studentët në vërtet kanë treguar sukses të jashtëzakonshëm në realizimin e kësaj teknike, me që punohet me gur, punohet me copa të cilat ngjiten dhe pastaj normalisht fitohet imazhi dëshirueshëm, është teknikë vëllëtin e artëve të mbajnë gjallë. Me që shihet përmes artit, shihet kultura e një populli, më thënë, nëse duhet ta mbajmë gjallë kulturën e këtij populli, duhet patjetër, më thënë, duhet edhe ta kemi edhe ti kushtojmë rëndësi. Është shumë interesimi për të tenon, përveç se në një mënyrë lëna e nudës apo aktiv është ai shqyrtimi i Akademisë Arteve. Një akademi e cila me kontekstin e programeve klasike, pakat lëndë nuk trajtohet si fakulteti i artit figurativ. Kështu që në këtë drejtim, kësaj lënde ka segmente ndihmëse për këtë lëndë, siç është lënda e anatomisë plastike, e cila shumë ndikon dhe shumë ndihmon që studentët të perceptojnë pjesët përbërëse të trupit të njeriut. Edhe në krejtat lidhshmërinë, lidhjen e segmenteve të cilët e përbëjnë atë, fitojmë një tërsi, me thonë, figurative, e cila të ardhmen e efektin e vetë në krijim të çdo forme figurative në të cilën kemi prezent njeriu apo çdo gjallësë tjetër. Gjë që lëviz, në krejt ta segmentit kjo lëndë është ajo që është shtylla kryesore sa i përket studimit si studim. Numri studentëve të cilët janë të interesuar është i konsoliduar, kemi numër studentëve dhe fatmirësisht gjithmonë kemi pas rezultate shumë të mira në këto kushte, në këto objekt ku i gjendemi sot. Ju me siguri keni parë edhe klasat ku kemi të aranzhuar edhe
të ekspozuar me punimet e tyre. Pra, gjithashtu e shfrytëzoj rastin, domethënë që të apeloj të gjithë trit që kanë dëshirë, domethënë të studiojnë artin figurativ, drejtimet e profesionale, pikturë, grafik, skulpturë, dizajn, gjithashtu edhe drejtimi arsimor, domethënë mund të angazhohen, të kërkojnë domethënë faqet e fakultetit tonë, domethënë të paraqiten dhe të marrin domethënë guximin dhe informacionin për të regjistruar në këtë fakultet. Fakulteti i Dramës është zemra e shprehjes skenike dhe teatrale. Këtu përgatiten aktor, regjisor dhe dramaturg që nuk shfaqin vetëm talentin, por edhe mendimin kritik dhe ndjeshmërinë sociale. Hapen 6 drejtime, edhe këtë vit do të hapen drejtimi i aktrimit, drejtimi i regjisë filmit, drejtimi i regjisë teatrit, drejtimi i kamerës, montazhës, skenarit dhe të skenarit filmik dhe dramaturgjisë, si dhe drejtimi i produksionit. Me thonë, i ftoj gjithë të interesuar, gjithë të rritë që kanë talent, këtu kushtet i kemi optimale për punë, do me thonë, si që shifni kemi skenën akademike, kemi kushtet teknike, kemi profesor jashtëzakonisht të mirë, edhe për këtë nuk mos flas në emër të profesorëve, po flasin sukseset e studentëve cilët kanë diplomuar në këtë fakultet edhe vazhdojnë studiojnë edhe vazhdojnë të diplomojnë, cilët njihen jo vetëm në Republikën e Maqedonisë së Veriut, po edhe në rajon edhe në për festivale botërore kanë marrë pjesë. Njëri prej tyre është edhe fituesi i çmimit Oscar, filmit dokumentar, ku ka qenë pjesë e atij filmit dokumentar. Kështu që rezultatet tregojnë vetë se këtu kemi një staf jashtëzakonisht të mirë, staf të përkushtuar të profesorëve, kushtet për këtë, do të thënë kushtet i kemi optimale sigurisht, po them sigurisht vazhdimisht investohet, vazhdimisht sillet diçka e re, normal që gjithmonë kërkojmë kushte edhe më të mira, po për studime i kemi kushtet besoj që të duhura edhe gjitha pajisjet e nevojshme i kemi që student të marrin njohuritë edhe, si më thënë, të kaliten për karrierën që i pret në të ardhmen. Fakulteti i Arteve është specifik në këtë aspekt se përveç që studentët duhet të kenë sigurisht provimin e maturës të kryer, duhet patjetër të nënshtrohen në provimin pranues, sepse në disa fakultete vetëm me notë mesatare nga notat e shkollës mesme, ata mund të pranohen mirë, por në fakultetet e arteve duhet patjetër të nënshtrohen provimit pranues për të pa a kanë talentin për atë drejtim cilën kanë vendosur ta studiojnë. Edhe provimi pranues është ta çojmë në 2 radhë, ku studentët secilën në drejtim ka specifika të ndryshme. Për shembull, në aktrim duhet vinë përgatitur me një monolog, me një poezi, me një këngë, pastaj është testi i kulturës përgjithshme dhe pastaj edhe ushtrime të ndryshme improvizimit, të cilat jepen aty për aty nga komisioni i provimit pranues. Pastaj në regji të filmit sigurisht ka ese për një film, në regji të teatrit ese për një shfaqje teatrore, kështu me radhë, mirë, po gjitha këto informacione dalin në web faqen e Universitetit të Tovës, edhe gjithë të interesuarit mund të direkt të shohin edhe në web faqe, të parashtrojnë pyetjet e zyra për arsim, po edhe të komunikojnë direkt me profesorët udhëheqësit e klasës, që ne gjithmonë para provimit pranues japim edhe mailat e tyre, edhe kush është interesuar mund vinë për konsultime, mund vinë për ushtrime, për orë përgatitore, kështu që jemi të hapur gjithmonë që paraprakisht studentët cilët kanë dilema se a duan studiojnë apo s'dojnë, ti qartësojnë njërë dilemat duke kontaktuar në mënyrë direkte me profesorët dhe asistentët, e pastaj kur ti qartësojnë dilemat, a duan këtë profesion mund të marrin informacione shumë, si me thënë, më konkrete për provimin pranues dhe me çfarë duan të vinë të përgatitur. Edhe janë 3 fazat të provimit pranues, do të thënë kanë mundësi në gjatë shtatorit, fund gushtit edhe 2 afatet gjatë shtatorit që do të publikohen nga Universiteti i Tetovës me kohë, besoj që në gusht do dalin datat, kështu që i kanë 3 mundësi 3 afate të provimit pranues derisa nuk plotësohet kuota. Në moment që plotësohet kuota, pastaj jepet lajmërimi sepse është mbyllë, domethënë, kuota dhe për këtë vit këta janë studentët edhe
tjera du të presin. Studimor artet dramatike dhe audiovizuale, sigurisht në aktrim, gjithmonë kemi interesim më të madh, po ka pas edhe në regji të filmit kemi studenta, ka pas më herët në regji teatrit që shpresojmë edhe këtë vit vinë, në kamerë, në montazh, kemi pas student, kohën e fundit, si duket, nuk e di, nuk e shohin atraktive apo jo, po mendoj që janë drejtime shumë profitibile nëse dojnë edhe të mendojnë se çfarë do të kenë përfitim pas e studiojnë. Në përgjithësi, numri i interesimit realisht ka ra, jo vetëm tek ne, po edhe në gjithë rajonin, sepse unë duke qenë edhe regjisor i teatrit, punoj edhe në Kosovë dhe në Shqipëri dhe kam kontakte edhe me profesorët e aktorët, regjisorët e këtyre trevave dhe më kanë thënë që çdo vit edhe atje po bie interesimi. Edhe tash pas një analize që ne po bëjmë, do të thënë mendoj që nuk është as te kushtet as te perspektiva, sepse realisht sidomos në art dramatik perspektiv ka, sepse gati gjithë aktorët që kanë diplomuar janë të punësuar, luajnë seriale, në film, në teatr, mirë po kam përshtypje sigurisht ajo euforia të rinjve për të studiuar diçka që do ju krye punë për t'ik jashtë. Dhe zakonisht kam pa interesimi më i madh është për informatikë, arkitekturë, gjëra që mund të bëjmë punë edhe për kompanitë e bizneseve jashtë edhe nga këtu. Po unë inkurajoj gjithmonë të rritë, sepse kur ke një ëndër du të realizosh atë ëndër, du të përkushtosh edhe të besosh që do e arrish, edhe gjithkush që ka pas ëndër edhe është regjistruar në fakultet të arteve, edhe ka punu, është përkushtu, ka karierë shumë të suksesshme edhe kanë satisfakcion realisht, edhe nuk janë bërë si themit e ne pishman që studiuan aktrimin ose regjinë e filmit, regjinë e teatrit, kamerën e montazhin e kështu me radhë. Fakulteti i muzikës është vendi ku emocionet të kthehen në melodi me një traditë të gjatë muzikore. Ky drejtim përgatit kompozitor, interpretues dhe edukator muzikor me standarde të larta. Në artit muzikor, ne këtë vit kemi bërë prezantime në për shkollat të mesme, në shkollën e mesme të muzikës Tetov, Struk, Shkup, Ferizaj dhe Gjilan. Nga prezantimet që kemi pasur, kemi kaluar shumë mirë dhe me shpresë që këtë vit do të kemi një numër edhe më të madh, më të konsiderueshëm, nga se qasja jonë ka qenë direkt me maturantët e shkollave të mesme dhe kemi dalë të kënaqur nga prezantimi që kemi pasur në këtë vit akademik për maturantët e ardhshëm, të cilët me shpresë që do të vinë të studiojnë në Fakultetin e Muzikës në Tetov. Janë disa drejtime muzikore, mund të them, drejtimet më të rëndësishme, pedagogjia muzikore, drejtimi i solokëndimit, drejtimi i pianos, drejtimi i violinës, drejtimi i violës, drejtimet, të më thënë, faktikisht do të kemi edhe drejtimin e klarinetit, kemi drejtimin e gitarës, paka shumë janë në Fakultet të Muzikës, faktikisht provimi është, regjistrimi është me provim pranues. Do të thotë të gjithë maturantët apo studentët e ri janë të obliguar të nështrohen provimin pranues, nga se janë drejtime specifike dhe gjithsesi duhet të ketë një përgatitje paraprake nga shkolla e mesme. Janë 3 lëndë në provim pranues. Nëse studenti i ardhshëm regjistrohet në drejtimin pedagogjik ose pedagogji muzikore, i nështrohet provimit në solfeggio, harmoni dhe piano. Ndërsa për drejtimet instrumentale, për të gjitha drejtimet instrumentale, është solfeggio, harmoni dhe në drejtimin ku aplikon. Për shembull, nëse aplikon në violin, duhet të luajë në violin 2-3 pjesë. Kuptohet gjithmonë pjesë klasike. Nëse regjistrohet për shembull në piano, do të luajë piano. Dhe solokëndimin e kështu me radhë. Në lëndët që do të garoj. Do të garojmë pikërisht. Sa është numri i studentëve të cilët do të pranojnë këtë vit akademik? I keni të caktuar? Po, janë të limituar faktikisht në Fakultet Muzikës, numri është i kufizuar. Në të gjitha drejtimet, paka shumë i kemi nga 2 deri 4 deri 6, varësisht prej drejtimit që se janë shumë drejtime. Vetëm në drejtimin pedagogji muzikore, diku numri është 20
lartë e poshtë mbi 20. Mbi 20 është. Studiojsh artin, të studiojsh muzikën është një gjë shumë e bukur dhe unë do kisha dashur që të gjitha ata të cilat janë të interesuar që të merren me art, me muzikë, të regjistrohen në fakultetin tonë, në Universitetin e Tetovës, në programin studimor art muzikor. Do me thënë jam ligjeruese e dy lëndëve, lëndës së solfezhit dhe lëndës së metodikës së arsimit muzikor ose të mësimit muzikor. Këto janë dy lëndë të cilat lidhen me aspektin pedagogjik të ndërtimit profesional të studentëve dhe kryesisht lënda e solfezhit është një lëndë që është në korelacion me të gjitha disiplinat e tjera muzikore, teorike dhe praktike. Fakulteti i Dramës, Artit dhe Muzikës nuk është vetëm një institucion arsimor, është një hapësirë krijimtarie, eksperimentimi dhe rritjeje shpirtërore. Këtu studentët nuk mësojnë vetëm artin, por mësojnë të jetojnë përmes artit, me përkushtimin e profesorëve dhe pasionin e studentëve. Ky fakultet mbetet një ndër shtyllat kryesore të zhvillimit kulturor dhe artistik në vend.